Se kum pas ondër me ardhë në Amerikë. Jam rënë dashni me kuzhinë. Sa punoj për dikën, po punoj për veten. Ktu afër e kemi ish presidentin Bill Clinton, Vanessa Williams, Samuel L. Jackson, Richard Gere. Fizikisht kam dalë, po me shpirt jam atje ton kohën, jam sikuraj zogun ka fas mrena. Rrugtimi im ka qenë më i lehtë se i tjerëve, ta them drejtën, për shkak se unë kam marrë me student visa. Bile kam qenë një ndër studentët e vetëm nga grupi i 15 vetpejës, në atë kohë 97-ën, që ju bëshin trazinat e mdhaja, e pa ta marrë vizën edhe më pështoj pak që e disha anglishtën. E disha mirë anglishtën, se e kum pas ondër me ardhë në Amerikë. Ka marrë në vitin 98 me 30 prill, sa harroj kur atë datë, edhe kur jam ardhë, mu ka dash me shku pasportin në Oklahoma City, për shkak se vizën e kam pas për Oklahoma City. Po Oklahoma pak largë, edhe me gjithë veten ma mirë, i kom këtu të afërmit e mi New York, më thot dajem Xhavat Ahmetaj, cilit jam mirë njës gjithë jetën, për shkak se më ka ndihmu shumë, thot, hajde New York, edhe e këshyrim të një qysh po jetë puna këtu. Erdha New York, u vendosa New York, me të afërmit e mi, bile kur del pej Kosove kështu fëmi, si që unë që më konë 18 vjeç për shembull, i mërzitun, e vjene i gjongë të njerëzit, ish luft, katastrofa, nej, knaqesh pak. Kështu që e kom gjetë veten mirë, kam fillu me studime edhe këtu, vështirë është, shumë vështirë, për shkak se puna, studimet, familja, na e dim që është koha e luftës atëherë. Po une, kur jam marrë pasporti, ja kom nisë punu në restoran. Edhe në qatë minutë që jam marrë dhe në restorani me hinë kuzhinë, jam rënë dashni me kuzhinë, që thojnë. E është pasion për mu, përveç faktit që është biznes, tash se me gënjys muj, biznes është, po është pasion. E kur të bëhet një sen me qef, është i lehtë. Kam fillu me punu për shkak studimeve, po gjithë e kia mendje, sa punoj për dikën, po punoj për veten. Edhe nëse nuk del shumë, sa do që del, punoj për veten. Kështu që po, ka qenë ondër ime me qelë vetun, jëm konë pjesë e shumë restoranteve sukseshme, si menaxhusi të si partner i vogël, partner menaxhus me i thonë ma mirë ndoshta, po kur të fillon me partnera, e nis, edhe ecë mirë, diku gjatë rrugës përzihet dikush, edhe kur përzihet dikush, atëre nuk ecim punë që shki qefti me ecë, edhe mas mirë të është vetun. Këtu, ka dosh zoti, jam vetun, edhe është vështirë, po për shkak se gjithçka del prej xhepit ton, po vetën është më mirë, se vetën i kontrollon senet më ndryshe. Këtu është Çapakua, është një qytet jo shumë e madhe, qytet e suksesshme, e pasune, ka edhe shqiptar këtu, ka gjatë shumë shqiptar. Steakhouse, kjo është, nuk është vetëm steakhouse. Ju them shumë njerëzve që nuk është vetëm steakhouse për shkak se i kom inkorporuar shumë drejtime në kuzhinë që thojnë. E ka marrë steakën, mishin, e ka marrë kuzhinën mediterrane, edhe pak italiane, edhe i kom fut gjitha një thes. Është pak shpendurim me buat sen, po kur t'je i sigurt, i bën. E bëj e pasion që thash pare, edhe nuk e bëj menjun shumë t'garkume, është pak me thjesht, po e shishme. Kualiteti është mbi gjitha, kur të ki kualitetin të një është pak ma kollaj me punu me to. E veçanta e Mentors Mediterranean Steakhouse është që nuk është vetëm steakhouse, sikur shumica steakhouse që janë të hapur në New York apo në vende tjera. Këtu jam mundu me bo pak ma ndryshe mishin, për shkak se i kom edhe qebapat i kom këtu, më ramen, e doj njerëzit atë ushqim, kom qef një atregua traditën tonë, po që është e veçantë është se e kam mishin prej Piemonte Region of Italy, i cili njihet si një ndër regionet më të mira për nga ushqimi që e posedojnë ata, mishi që e posedojnë ata. Pastaj e kam Nebraska, ata janë shumë të njohshëm. Edhe e treta është Aegean Coast. Aegean Coast është krejt ajo çka ka në Mediterranean area, i kam fut këtu edhe mendoj që është bo një menu i mirë, një menu që çdo kush e gjon veten to. Për shkak se steakhouse femnave nuk është që ju pëlqen shumë, se thoi njërë shumë ushqimet e ronda.
Po këtu, kur të vinë, e shohin që ka shumë senet ndryshme edhe e gjojnë vetën to, edhe kur të vendosë femna me arë shtu, edhe burri s'ka qare pa arë. Pse hapa vetë? Po pikrisht, për shkak se njeri dënë me kriju një brand, edhe ta shti punën për dikon, edhe është mirë, e merr një rrogë majme, është ma letë, se s'ki nevoj me përdor gjepin tonë me pagu për shembull billat ndryshëm, po vetë fakti që don me kriju një brand, ta jep atë energjinë e mirë që thojnë, edhe pse jo? Pse jo mos me qel Mentor Steakhouse për shembull, apo kupton ti? Edhe pe kësaj na me dash zoti i madh dhe mu bo shumë tjera, mu futë edhe shumë shqiptar për shembull këtë brand edhe me ecë përpara. Ajo ka qenë shkaku kryesor të thënë drejtën, për shkak se tana herët kum pas qef me qel temën, emri ka qenë pak problematik, qysh tek, po në fundit njerëzit njohin si mentor, edhe ka mendos Mentors Mediterranean Steakhouse. Sot është jubilej për mu për shkak se është 3 vjetori i hapjes së restorantit, edhe jam shumë i kënaqur, jam falendëruar Zotit për shkak se shumica restoranti është biznes i rrezikshëm. Në atë aspektin që nuk ecin të gjitha. Pa marrë parasysh se çfarë ideve të mira ki edhe sa është ushqimi mirë, çfarë profesionisti je ti, nganjëherë ndodh që nuk ecin, edhe mund jenë shumë keq që nuk ecin, po ndodh që nuk ecin. Domethënë, to është karakteristikë e restoranëve që çdo nëse nuk e kalojnë 6 muajshin apo 8 muajshin e parë, falimentojnë. E është shumë sa një keq për shkak se njëri investon gjithçka çka ka në çat restoran. Kur një që po më mbyllën restoranet, unë më kap një farë të merri se nuk du me një për njerëz ashtu. Por parasysh se kush është. Është një plus i madh që këtu afër e kemi ish presidentin ton favorit, Bill Clinton, edhe Hillary, sekretaren e shtetit. Vanessa Williams është një direktore shumë të famshme të Hollywoodit. Samuel L. Jackson, Richard Gere. Kështu që jetojnë qetë rrethin, edhe qare parë me hongër dark njerëz që do s'është kon. Jo më sjell mirë me ta, ju kem nejt gati, ata shkojnë ku e nin veten mirë. Për shkak se është bazë rreth tyne ton kohën, paparacit nuk i lojnë rahat. Këtu kur vinë me hongër dark, vinë si në shtëpi tyne. Vinë, nuk i ngucin fort, nëse ata kanë qef me u bo pjesë e show me fol me klienta asi, ajo është punë e tyne, po për që po shkojmë na, po i mundojmë anej, ne nuk e bojmë atë sen, se nuk është thjesht, nuk i pëlqen atyne. Bill Clinton është frekuent këtu, bile kalon kënej shpesh, për shkak se jeton kështu, do shta një 3-4 shtëpia larg shtuhit. Është nderi i madh me të ardhur presidenti i Amerikës në restoran për shkak se e sidomos që ky, sepse ky është një shpëtimtar, me ndihmën e Zotit, i madh për kombin ton, na ka ndihmuar në kohët më të vështira, edhe s'duhet me ja harru kurrë. Sa që të bjen kënej, pa parasysh se çka tek, unë i falenderohem edhe i them që s'ta harrojmë kurrë. Është shumë njeri mirë, është njerë që ka qef me bisedu, ndëgjon, po edhe e dënë vëmendjen. Sot e kam bo kështu pak ma thjesht, se kam bo shumë të madhë, kush dënë më ardhë munet, është 3 vjetori, muzicient shumë të mirë janë, John Cobert, ka qenë pianist i John Lennon, grupit Beatles, që janë legendar. Mark Rivera është gitaristi i Billy Joel. Masandej kanë një saksofonist tjetër, që ajmë ka thonë është pak surpriz, nuk pe di kush është, po garant, është tjero në mes që atyne, edhe ata vinë me na zbavit sonte, nuk është që ka më bënda i parti i madhë, po i kemi edhe, i kam edhe do miqë tonë që vinë shqiptarë, jenë me emra kështu këgjat mëlej, s'po i përmeni ata, se nështë ta s'kanë qef, po kanë më ardhë ata, klientat regullt edhe plus kush ka qef më ardhë me hongër me pi, mu këna sonte me neve. Trive ju thëmë kështu, gjithë shka është letë nëse ti dënë me bo dhe nëse ki besim të. Besimin Zot është seni kryesor, me besun që ato që ti dënë me bo, edhe mos mu shgenyu nëse nuk ndodhë brenda që ati viti që ke dashti me bo. Jepi pak ko. Nëse s'ka ndodhë që të vetë, ndodhë vitin arshëm. Nëse s'ndodhë vitin arshëm, ndodhë pak ma vonë, kryesorja mos ju hjek ondrës tonë, beso që mund është me bo, po 3 elemente kryesore. Qatë biznes që i do mu përcaktu me bo ti, me koni sigur që i ki me dasht, me bo me pasion. Për shkak se nëse nuk e do me pasion, nuk del mirë. Edhe me mujt me vequ pak kohën për familje, për shkak se shumica njerëzve që janë në restorante, e kanë pak të lashe me kalu kohë me familje, e qaj është pak zhgjenjim, po
nëse mund është me gjetë një farë që thojmë, një farë rrethit mirë aty me mujtë me gjetë pakon për familje, edhe për restoran, atërë është shumë mirë. Nuk është letë, amo munësh. Vitin e parë s'munësh, vitin e dytë s'munësh, vitin e tretë garantë që munësh, për shkak se pesha që vetë, bën ashtu. Ky smet prej Zotit, po, une kam një farë rregulle që 3 vjet e para nuk luj, kam qef me bo si kraj zogu, strafologun pak, e mas 3 vjetve fillojmë me këshyrë në vende tjera, kam qef suburbs që i thojnë në Amerikë, qyteza ma të qeta, për shkak se kam qenë edhe në Manhattan qytet, po është shumë i dëndshëm, kam qef natyrë, kam qef sene pak ma chill që i thojmë na. Kosova është, a di që është Kosova, që po vrehet në basë të folë një temë, se unë kur s'kam dalë për Kosove. Fizikisht kam dalë, po me shpirt jam atje të në kohën, jam si kuraj zogun ka fas mrena. Shkoj shpesh në Kosovë, jam i Pejes jo, i lugut Baranit, tani jem dalë në Vitameric Pejes, e du shumë atë vend, që do mos pejen, për shkak se aty këm kalu 18 vitet e jetës. Nuk është mjaft që këm kalu ato, por që ata më mungon shumë, ku shkaj atje mundohem, sa ma shumë, me shkune për Bjeshk, me shkune për Katune, me shkune i po të afërmit e mi, se që ajo është që më knaqë mu. Se qytetet e këto i kem kalu kënej, s'është që na kanë lënë farë mbrejse.